Kur erdhi momenti, zoti Berisha, që menduat se do i bashkoheshit? Momenti është me datën 11 u themelua PD-ja, ku kam qenë një nga themeluesit edhe propozuesit e themelimit. Me datën 12, unë kam thënë miru pafshim atyre. Po, marojmë, unë tani do ktheshen në kardiologji. Nuk isha andru kur për të bërë politika. Jo, asnjëherë. Kisha andru gjithmonë, unë ndiqja ëndrrën time në shkencë, në mjekësi. Pastaj u rikthyet. Po u ktheva me 13. Ka një njeri për cilët jeni mirënjohës, zoti Berisha, gjithë kemi një njeri që jemi mirënjohës për një kthes në karrierën tonë. Jo, nuk pse u riktheva, ta them absolutisht jo se më ftoi asnjëri. U riktheva sepse ato ishin kohë shumë të vështira. Ata student ishin shumë të guximshëm, por kishin përballë një kuçedër të vërtet. Dhe mund duk se po i tratoja. Unë e kisha marrë një vendim për veten time. Dhe nuk më impresionon asgjë. Kështu që i them vetes, tani unë këta po t'i lë kështu, duhet t'i ndihmoj. Dhe jam kthyer vetëm për atë rol që luajta në riformulimin e kërkesave të tyre, jam rikthyer për të bërë gjithçka që mund të bëja për atë gjaktësi që kisha fituar nga vendimi im, që ky proces të mos ndalej. Ky proces të mos përfundonte në gjakderdhje. Zoti Berisha, pas kësaj dallgë të madhe e lirie, pak vite më vonë vendi përfundoi në anarki. Nëse do ishit me mendimet e sotme, çfarë do të bënit ndryshe? Prit. Pa diskutim, nuk do lejoheshin kur skemat piramidale. Thjesht. Por ato erdhen për fatin më të keq, sepse nuk kishte institucionet të kontrollit të aktivitetit financiar jo bankar. Nuk kishte institucionet të aktivitetit privat financiar jo bankar. Dhe u trajtoheshin si fajde, të cilat janë të pranuara në kodin civil. Janë pranuara në kodin civil. Dhe kam thënë, ajo është gabimi më i madh i imi dhe i Partisë Demokratike. Por ama. Një gabim shumë i madh, zoti Berisha, se çoi vendin në luftë civile? Jo, nëse ndryshe, ta them po. Nuk pati asnjë vrasje shtetërore. Zero vrasje shtetërore. Absolutisht. Ato u futen shumë duar aty, por nuk pati asnjë vrasje shtetërore. Një. E dyta, kur qytetarët besuan rebel dhe ish komunistët se partia ka marrë parat e skemave dhe i ka fut buxhet, unë u them bashkëpunëtorëve të mi, ne nuk rrim dot më në pushtet. Një popull që mendon se kemi vjedh, kemi vjedh parat, duhet të sigurohet që s'kemi bërë atë. Të dalim në opozit, të faktohet dhe pastaj kemi dy rrugë, ose opozit ose shkrihemi. Do në opozit. Në opozit në ato kushte. Prit. Si dola. U bë fushata elektorale. Fatos Nano u tha shqiptarve, do t'u paguaj çdo qindark që keni humbur skemat piramidale. Sali Berisha u tha shqiptarve, të dashur qytetarë, nuk mund të paguaj asnjë qindark që keni humbur skemat piramidale. Pse? Megjithatë ju shpërndat disa bono thesari, të cilat tjera ato s'kan lidhje me skemat. Jo, ato janë privatizim, është tjetër gjë krejt. Është tjetër gjë po. Pse? Nuk mundi të thash unë sepse ai borx. Letra me vlerë kam përshtypjen keni shpërndar për skemat. Ato letra ka qenë shpërndarja letra me vlerë ka patur këtë. Me qenë se privatizohet. Të cilat praktikisht nuk u kompensuan. Jo, janë përdorur, edhe sot janë në fuqi. Edhe sot ato janë, ata që i kanë edhe sot mund t'i përdorin. Aq sa mund të përdorin po. Pra, është tjetra ajo krejt. I them, nuk mund të kthehen parat që nuk i ka marrë borx. Nuk mund të një borx që nuk ka bërë shteti. Se kjo pastaj, shteti parat tuja ka.
do të detyrohem t'ja marrë këtij parat e mira, parat që s'ka fund skem, për t'i dhënë ty që ke humbur në bixhoz në skem. Fatos Nano fitoi. Unë humba dhe është dorëheqjen. Po pas 4 vitesh, Partia Demokratike fitoi zgjedhjet, sepse Fatos Nano nuk u dha asnjë qindark. Dhe komisioni hetimor 2 vjeçar nxori që Partia Demokratike s'kishte prek asnjë qindark. Komisioni hetimor që kontrolluar në gjithë botën. Kjo është e vërteta. Historia e tyre. Por këto ka ndodhur kur ndodhen 8 vite më vonë. Jo, 10 vite më vonë. Në Britaninë e Madhe, në City, epiqendrën botërore të financave. Komisioni hetimor parlamentar i Mbretërisë Bashkuar ka bërë një raport për kuriozitet ju sugjeroj ta kërkoni. Çfarë thot? Thot se bankerët, financierët, brokerët në City u sullën një lloj si gangsterët e skemave piramidale në rrugët e Tiranës në vitin 97. U sullën një lloj. Praktikisht, po atëherë nuk kemi pse gjejmë zoti Berisha ngjarje të cilat mund të jenë përsëritur edhe në vende të tjera të botës. Prit çfarë thotë se? Se ju vetë akuzoni këtë mazhorancë që thoni se gjen shembujt më të këqij për të krahasuar veten. Raporti thotë, por gangsterët në rrugët e Tiranës kanë lakmi sepse ata u burgosën njëri pas tjetri në një kohë kur bankerët, traderët dhe financierët në City nuk u burgos asnjë. Ligji, thot ai raport, kërkon që një kompani e falimentuar të falimentohet. Dhe qeveria e Tiranës i falimentoi ato. Nuk dha 100 dark. Në një kohë kur në Londër u futen miliarda për të mbushur gropën e piramidave. Pse ta thash këtë histori? Ta thash këtë se Sali Berisha zbatoi ligjin. Pavarësisht çfarë çmimi mund të kishte. Dhe po ta them këtu, e kam thënë edhe herë tjera, në qoftë se unë doja për të shkel ligjet, unë ktheja çdo qindark. Po atë se bëja kurrë. Zoti Berisha, në çdo dekadë ka patur, le të themi, lajme që ju kanë kërkuar ndërkombëtar caktuar për të bërë një hap pas pushtetit. Është në vitet 90, është në vitin 2013, është në vitin 2021, ka patur kërkesa të tilla? Ka patur vetëm në vitin, ka patur vetëm në vitin 2008. 2007 apo 2008.